Vëlla, po hidhem, dyshohet se u mbyt në kanionet e Osumit, vijojnë kërkimet me polumbar për gjetjen e 42 vjeçarit, që prej mëngjesit të dieshëm në kanonet e Osumit në Skrapar janë duke vijuar kërkimet për gjetjen e 42 vjeçarit Ilir Kurti, që dyshohet se u hodh në lum mbrëmjen e 19 shkurtit. Mendim të polumbarve kanë shkuar edhe forcat e ushtrisë të repartit të ndërhyrjes së shpejtë dhe banore familjar, por ende nuk ka asnjë gjurmë. Kërkimet po vijojnë në të gjithë gjatësinë e kanioneve ku ushtria ka gjetur mezitën e dieshme në ujë vetëm atletet që ai kishte të veshura atë natë. Rryma e fortë e lumit ditën e dieshme i ka bërë të vështira kërkimet në ujë, por polumbarët dhe ushtria nuk janë ndalur. Ekipet e kërkimit shpresojnë që trupi të ketë ngecur në ndonjë shkure, sepse nëse e ka marrë rrjedha e ujit, nuk dihet se në çdek të Osumit mund ta nxjerrë. 42 vjeçari nga qyteti i Skraparit Ilir Kurti dyshohet se i dha fund jetës mbrëmjen e 19 shkurtit, duke u vetë hedhur në lum në vendin e quajtur Ura e Blenskës, në afërsi të kanionit të Osumit në Skrapar. Në vendngjarje të natë, u gjetën motori me cilin ai lëvizte sende personale dhe celulari i tij, nga i cili rezultoi se 42 vjeçari kishte nisur një mesazh vllait duke i thënë se po hidhej në lum. Sipas familjarëve, ai ishte mbyllur prej muajsh në vetvete dhe se po luftonte mjaft ndarjen nga djali me cilin nuk fliste prej 7 vitesh, pasi ish bashkëshortja e tij e kishte marrë me vete në vendlindjen e saj Rumani, kur ishin larguar nga Skrapari.